Një numër i madh i kulturave të lashta në mitet dhe legjendet e tyre bëjnë fjalë për mbretëri të lashta dhe qytete pa të vjetra, të cilat janë shumë herë më të vjetra se civilizimi njerëzor. Këto mbretëri të lashta nuk ndodheshin në sipërfaqen e tokës, por thellë në brendësi të planetit. Kjo mbretëri në kulturat e vjetra është quajtur me emra të ndryshme, si toka e ndaluar, toka e ujrave të bardha, toka e zotave të gjallë, toka e arianëve apo toka e njerëzve fisnik. Ka ekzistuar një civilizim mijëra vjet para tonit, apo ndoshta edhe miliona, që dikur kishte populluar sipërfaqen e tokës. Për arsye të panjohura u detyruan të braktisin sipërfaqen e tokës dhe të hyjnë në brendësitë e saj, duke ndërtuar përsëri civilizimin e tyre. Sot do të flasim pikërisht për këtë temë, duke përpjekur të ndajmë të vërtetën nga legjenda, duke dhënë një konkluzion përfundimtar. Në fund të shekullit 17 dhe pikërisht në 1692, doli një teori që përpiqej të shpjegonte strukturën e planetit tonë. Kjo teori u quajtur teoria e tokës zbrazët, dhe ajo që e bënte mjaft intrigante temën tonë, që se kjo teori nuk doli nga ndonjë charlatan apo mistik, apo në fund nga i konspiracionist që në thelb në atë kohë nuk ekzistonin, por doli nga astronomi më brillant në historinë njerëzore me emrin Edmund Halley, emri të cilit ban sot një nga kometat më të njohura. Duke filluar si shtam nga 1692, një grup studiuesish me në krye zotin Halley filluan të spekulojnë me idenë se toka mund të jetë e zbrazët dhe brendësia e saj përbëhet nga rreth koncentrik në thellësi 800 km. Kjo brendësi ka atmosferën e saj si dhe fushën e saj magnetike. Pjesa e brendshme është e lidhur me një sistem të lartë shpellash dhe tunelesh që bashkojnë polet e tokës. Kjo teori vazhdoi të studiohej fort për 200 vjet me radhë dhe edhe sot shikohet nga shumë studiohet si një teori e drejtë. Disa studiues tjerë mendojnë se kjo teori është vazhdim i miteve dhe legjendave të lashta të ardhura në ditët tona goj pas goje. Në filozofitë e lashta budiste, flitet për tokën e mbretërve të quajtur Shambhala, vendi kolonizuar para mijëra vjetësh, kur njeriu i shenjtë udhëhoqi njerëzit e tij në tokë. Këta njerëz kishin dije shumë të përparuara se sa njerëzit e tjerë, që vazhduan të jetojnë në sipërfaqe dhe kohë pas kohe dalin në sipërfaqe për të parë zhvillimin e racës sonë. Thuhet se rojnë me miliona nga kjo racë në tokë, dhe Dalai Lama është përfaqësuesi toksor i kësaj race. Në fenë indiane përmendet një vend mjaft interesant, i quajtur Patala, apo nën toka në shqip, që shikohet si bota spirituale. Te kjo botë gjenden qenjet e quajtur Naga, që në gjuhën sanskrite do të thotë gjarpri. Këto gjysmë zota kanë një histori mjaft interesante. Janë në gjendje të marrin formë njerëzore ose atë të gjarprit sipas dëshirës. Jetojnë në tokë në mbretërinë e quajtur Naga Loka apo Patala Loka. Sipas rasteve mund të bëjnë keq, por bën edhe mirë sipas rasteve, siç shkruhet edhe tek Vedat indiane, duke ndihmuar njerëzit pavarësisht pamjes së tyre të tmerrshme. Krijuesi i tyre quhet Brahma, i cili zbriti poshtë në tokë pasi numri i tyre në sipërfaqe u rrit shumë. Vendosi të marrë poshtë vetëm njerëzit e këqij, ose ata që ishin të destinuar të vdisin para kohe. Dhe kur themi marrje, kam parasysh ngrënien e tyre si ushqim. Mijëra kilometra larg, tek indianët Navajo në Amerikën e Veriut, bëhet fjalë për të huajt, për njerëzit që erdhën nga vetë toka, njerëz të lashtë me dije të pabesueshme dhe teknologji të përparuar. Ndihmuan njerëzit e mbetur në sipërfaqe nga kataklizma e madhe. Fishet e tjera indiane kanë legjendat e tyre që bëjnë fjalë për racat përparuara që erdhën nga nën toka për t'i ndihmuar. Të njëjtat histori përmendin fishet e Amerikës Qendrore dhe Jugore, ku shkuan në ato vende kolonizatorët spanjoll. Besoj se keni dëgjuar se fishet i kanë pritur spanjollët si zota, gjë të cilën kanë paguar shumë shtrenjtë më vonë. Por përse i prisnin si zota? Sipas kronikave spanjolle të shekullit të 16 që përshkruanin takimet me fishet vendase, këta të fundit i shikonin spanjollët ose si zota, ose si dërguar të zotave, sepse fizikisht qenë të ngjashëm me hyjnitë e tyre, ngjyra e hapur e lëkurës dhe mjekra në fytyrë. Në atë kohë civilizimet e Inkasve, Majave, Aztekëve, apo më të vjetra si Olmekët, kishin një përshkrim mjaft interesant për hyjnitë e lashta. Gjarpër me pendë në formë njerëzore, apo njeri i bardhë me ropë të bardha, me flokë të gjata dhe mjekra të gjata.
Në atë kohë në të gjithë kontinentin Amerikan fiset vendet se nuk mund të shihni njerëz me lëkurë të bardhë dhe me qime në fytyrë. Të vetmet qime që ata kishin qenë vetëm flokët, dhe pyetja që lind natyrshëm në këtë rast është: ku i kishin parë këto fise njerëzit e bardhë me flokë gjata, me mjeka dhe mustaqja, para vitit 1492, vit ky që zyrtarisht u zbulua Amerika, pavarësisht që edhe kjo është një hile e madhe, por nuk është tema e sotme. Pra këto fise kishin parë njerëz të bardhë me mjekra të gjata që i përmendin në mitologjinë e tyre. Edhe në Greqinë e lashtë kemi përmendjen e Hadit, zotit të nën tokës, apo ekuivalenti romak Pluton, apo mitologjitë egjiptiane, e duke ardhur deri në ditët e sotme me të ashtu quajturin zotin Veles, zoti slav i tokës, ujit dhe nën tokës, që shpesh përshkruhet me dy brirë dhe mjekër të gjatë. Përse të gjitha kulturat përshkruajnë qenie që vijnë nga nën toka, të jetë rastësi? Kaq kultura të ndryshme, përse përshkruajnë qenie të ngjashme? Në shekullin 19 e atë të 20, në rrethet ezoterike shfaqet për herë të parë shpreha Agartha, që korrespondon me mitin e vjetër indian të Shambhalës, apo Aryavarsha në gjuhën sanskrite, që do të thotë toka ose mbretëria e arjanëve. Që këtej u mori ideja nga Jules Verne për veprën e tij, Udhëtim në qendër të tokës. Natyrisht që gjërat nuk janë aq thjeshta siç duken pamje të parë. Jules Verne, që janë antar dhe kryetar një kohë i Parisë së pleqjve të ulët Sionit, nga dhe i merrte diet dhe veprën e tij e botoi në 1864. Jo të gjithë mendonin se kjo qenj i përrall. Ka patur kërkues që deklaruan se kishin gjetur hyrjet për në botën e nëndeshme dhe aty me të vërtetë ekzistonin civilizime të përparuara. Një nga këta kërkues që edhe Willis George Emerson, i cili tek libri i tij The Smoking God, Perëndia e tymosur, shkruan se nuk bëhet fjalë për një teori të gënjeshtër, por për ngjarje reale, ku përshkruan historinë e marinarit të norvegjez Olaf Jansen, person ky që mori pjesë në ekspeditë norvegjeze në Polin e Veriut. Ai jetoi për 2 vjet me banorët e këtij vendi. Përshkruan qenie me një gjatësi 3.5 metra që ronin në kryeqytet, i cili qeshin kopës paraj se i përshkruar në Bibël. Ky civilizim kishte një burim të madh energjie, një diell si tymosur, prandaj dhe titulli i librit është Zoti i tymosur. Ky civilizim kërkoi shpëtim në tokë kur pati një luftë midis Atlantidës dhe Lemurisë, luftë kjo që shkatroi sipërfaqen e planetit. Gjigantët që jetonin në tokë quheshin të lashtë. Thuhet se deri më sot janë gjetur të paktën 10 hyrje në tokë. Por çfarë thotë ashtu quajtur shkenca moderne për këtë temë? Shkenca moderne deklaron se toka nuk është e zbrazur, megjithëse ajo ruan disa bushllëqe në brendësitë e saj, të cilat nuk mund t'i eksplorojmë dot. Gjithashtu shkencëtarët kanë llogaritur masën dhe densitetin e tokës, sipas së cilës, nëse llogaritjet janë sakta, nuk mund të jetë e zbrazur, nuk mund të ketë hapësira të mëdha boshe. Pastaj kemi mbulesën magnetike që na mbron nga rrezatimi kozmik, mbulesë që krijohet nga shkrirja e bërthanës metalike të planetit Tokë. Si pasojë e këtij aktiviteti, kemi dhe vulkanet dhe tërmetet, të dhëna këto që thuhet se nuk ndihmojnë teorinë e tokës së zbrazur. Gjithashtu hapjet në pole janë aq të mëdha sa që nuk mund të mbulohen, qoftë edhe me video mashtruese të NASA-s. Interneti është i mbushur me video që tregojnë hyrjen në pole, por në fakt të gjitha janë të rreme. Kjo nuk do të thotë se misteri është zgjidhur, aq më shumë se thuhet se hapjet e poleve shkojnë deri në 3000 km diametër. Të gjitha civilizimet e lashta diçka duhet të kenë parë që kanë përshkruar ngjarje të njëjta në të gjithë botën. Kanë përshkruar në mënyrë më të kuptueshme për ta, dhe duhet patur parasysh që disa gjëra nuk kanë qenë në gjendje që t'i kuptojnë. Prandaj dhe kanë një përshkrim të çuditshëm. Kanë përshkruar edhe objekte të çuditshme me drita që dilnin nga deti dhe hynin prapë në të. Për hiftarin tibetian, bëjnë fjalë për objekte që dalin nga Himalajet, si dhe nga malet të tjerë. Duke përshkruar objekte fluturuese që hyjnë dhe dalin nga uji dhe nga mali, dhe jo vetëm objekte fluturuese, por edhe qenie të ndryshme që bëjnë të njëjtën gjë, njerëzit i kanë përshkruar me sa mundeshin, apo me sa kuptonin, dhe këto mite dhe legjenda të krijuara nuk kanë rreshtur kurrë gjatë historisë, si dhe në ditët e sotme. Këto të sotme tregojnë nga ana e pilotëve dhe marinarëve të ndryshëm që kanë patur përvoja të tilla. Sot që e mbajnë veten të zgjuar, kur i thua dikujt për qenie që kalojnë murin pa problem, qeshin me ironi.
po në dashësi si duhet ta shpjegonte banorja e asaj kohe. Për të ndërtuar një qytet nën toksor, bazë apo dhe një mbretëri, është e mjaftueshme korja jashtme e tokës, që shkon deri në 70 kilometra. Dhe nëse do qetësi dhe privatësi, ke dije të shumta, si dhe teknologji të përparuar, çfarë problemi do të kishte për zbritur në tokë dhe për të krijuar qytete dhe baza me kilometra të gjata, që do të gjendeshin poshtë në tokë apo edhe në ujë. Ne si rast kemi ndërtuar baza në thellësi disa kilometra, dhe kjo është një dhënë zyrtare. Por jo zyrtarisht çfarë ekziston, dhe nëse mitet dhe legjendat e lashta për teorinë e tokës zbrazët nuk janë të vërteta, përse avionët civil nuk kanë të drejtë të fluturojnë mbi pole? Përse avionët nga Afrika nuk mund të fluturojnë dot direkt për në Argjentinë? Çfarë nënkupton marrëveshja e Antarktidës e 1959-s? Diçka ndodh në këmbët tona, por sa thellë dhe në çfarë sipërfaqe, është një pyetje që kërkon përgjigje, dhe këtë përgjigje mund ta marrim nga një person mjaft interesant, që quhet admirali Richard Evelyn Byrd. Richard Evelyn Byrd, që një admiral i marinës amerikane, titull që e mori shumë i ri, 41 vjeç, dhe natyrisht që duke lënë më janë teoritë e demokracisë amerikane, titulli admiral që një shtytje e madhe nga dikush. Që i nderuar me titullin Medalja e Nderit, nderimi më i lartë ushtarak në Amerikë, sepse në fakt nuk qenë një aventurier i thjeshtë. Në vitet 1920 dhe 1950, udhëhoqi disa nga ekspeditat më të mëdha në historinë drejt poleve të tokës. Ai fluturoi mbi polin e jugut në vitin 1929, një arritje kjo që bëri legjendë, por ajo që bëri Byrdin figurë të rrezikshme për historinë zyrtare, nuk ishte ajo që u shkruar në libra. Pas luftës dytë botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizuan një operacion gjigant në Antarktidë, që quhet High Jump, i cili u drejtua nga vetë admirali Byrd. Zyrtarisht qëllimi ishte testimi i pajisjeve në kushte ekstreme, trajnimi ushtarak dhe kërkime shkencore. Por papritur operacioni u ndërprer vetëm pas disa javësh pa shpjegime, pa deklarata dhe pa transparencë. Që ti të marrësh në një operacion që zhvillua nga gushti 46-s deri në shkurtë të 47-s, një luftanie, 4700 ushtar, 33 avion, 13 anije dhe një aeroplan mbajtëse, thjesht për kërkime shkencore, këtë nuk mund ta besojë askush. Sipas burimeve alternative dhe dëshmive të mëvonshme, flota amerikane u përball me anije fluturuese në formë disku që dilin nga oqeani dhe nga akulli, që lëvizin me shpejtësi të pabesueshme dhe kishin në trup shenjën e svastikës. Disqet fluturuese goditën anijet e aeroplanmbajtësen, duke shkaktuar dëmet pa llogarishme dhe duke detyruar admiralin Byrd të kthehet mbrapsht nga kishte ardhur. Pas kthimit, Byrd thuhet se mbajti një ditar personal, i cili u gjet vërtet në 1996, në të cilin përmende një hapje në polin e veriut, një botë e brendshme me dritë, liqene dhe pyje, qenje shumë të gjata, rreth 3 deri 3.5 metra, si edhe teknologji që sfidon gravitetin. Këto qenje i përshkruan si njerëz, por jo si ne, më të avancuar, paqësor, por të fuqishëm. Dhe kjo botë njihet në mitet e lashta me emrin Agartha. Në intervistën e tij të fundit që dha në 1956, tha diçka që kaloi pa shumë mendje në atë kohë. Amerika duhet të përgatitet për një epokë ku avionët mund të vinë nga një pol në tjetrin me shpejtësi të paimagjinueshme dhe nuk po fliste për avion njerëzor. Një vit pas intervistës, admirali Byrd vdes, dosjet mbyllën, ekspeditet e tij u klasifikuan dhe Antarktida u shpall zonë paqeje në 1959. E rëndësishme është se pasi u varros, së shoqi si dhan flamurin amerikan të bërë tërkëndsh nga marinca. Çfarë përmban ditari i tij? Pasi përshkruan me hollësi çastet e fluturimit çdo 10 minuta, që nuk kanë shumë rëndësi për kanalin, po vazhdoi me përshkrimin që dha kur humbi kontrollin e avionit, kontroll që e morën civilizime të tjera që shoqëruan në mbretërinë e tyre. Pasi u ulën tokë me motor të fikur, sepse avioni i tij, apo më saktë kaçatori, sepse të tillë avion kishin në atë kohë, u shoqëruan në ajër nga disqet të cilat komandonin avionin e tij të fikur në ajër.
Pasi ullën në marri mua dhe Radio Marsin dhe na trajtojnë në mënyrë shumë fisnike, duke na çuar në një platformë të vogël pa rrota dhe më pas të qyteti që shkëlqen, ndërsa afrohemi, duke sikur qyteti është ndërtuar nga një material i kristal. Arrim në një ndërtesë të madhe, llojin së cilën nuk e kam parë kur më parë. Na japi një lloj pije të ngrohtë që është e shijshme. Pas rreth 10 minutave, dy prej mikritëve të çuditshëm vinë në zyrat tona dhe na lajmërojnë se unë duhet t'i ndjek. E lë Radio Marsin dhe pasi ecin një distancë të shkurtër hym në diçka që duket si ashensor. Dalim jashtë pas pak dhe vazhdojmë një korridor me ngjyrë trëndafili, një ndriçim që vjen nga muret. Ndalojmë para një dere të madhe me një mbëshkrim që nuk e lexoj dot. Dera hapet dhe një nga shoqëruesit më thot: "Mos ki frikë, admiral. Ju do të keni një takim me mjeshtrin." Ajo që shoh brenda është pamja më e bukur që kam parë gjatë gjithë jetës time. Është e shijshme dhe delikate dhe nuk mendoj se ka fjalë që mund ta përshkruaj. Mendimet e mia ndërpriten në mënyrë të përzemër nga një zë i pasur, i ngrohtë dhe me cilësi melodike. Të uroj mirëseardhjen në mbërinë tonë, admiral. Shoh një burr me tipare delikate dhe me rrudhat e viteve në fytyrë. Zë vend në një tavolinë të gjatë, duke më bërë shenjë që të ulur në një nga kariket. Pasi ulem, ai bashkon majt e gishtave dhe buzëqesh. Ai buzëqesh butësisht përsëri dhe flet si më poshtë. Ne të lejuam të hysh këtu se jemi me karakter fisnik dhe jeni mirë njohur në botën e sipërfaqes, admiral. Ju ndodhni në mbretërinë e arianëve, bota e brendshme e tokës. Ne nuk do të vënojmë misionin tuaj dhe ju do të shoqëroni përsëri gjatë kthimit të sipërfaqe dhe pak më tej. Por tani, admiral, do t'ju tregoj se pse ju kam thirrur këtu. Interesimi im filloi kur raca juaj shpërtheu bombën paratomike mbi Hiroshima dhe Nagasaki në Japoni. Gjatë asaj kohe alarmuese, ne dërguam makinat tona fluturuese Flugelratz në botën tuaj të sipërfaqes për të parë se çfarë kishte bërë raca juaj. Ne nuk kemi ndryrë kurrë në luftime dhe barbarizmat tuaja, por tani duhet, pasi ju keni mësuar të shkatroni me një lloj fuqie që nuk i takon njeriu, kryesisht energjinë atomike. Emisarët tanë i kanë dorëzuar mesazhet fuqive të botës suaj, por prapse prap ata nuk dëgjojnë. Ty të kemi zgjedhur si dëshmitar që të shikos se bota jonë ekziston. Ju e kuptoni se kultura dhe shkenca jonë janë shumë vite më të avancuara se raca juaj, admiral. E ndërpreva duke i thënë se çfarë ka të bëjë gjithë kjo me mua. Sytë e mjeshtrit penetruan thellë në mendjen time dhe pasi më studioi për disa momente u përgjigj. Raca juaj ka arritur një pikë pa kthim, sepse ka prej jush të cilët do të shkatroni botën tuaj në vend që të braktisnin fuqinë e tmerrshme që zotërojnë. Pohova me kokë dhe mjeshtri vazhdoi. Në 1945 dhe më pas, ne u përpoqëm të kontaktoj me racën tuaj, por përpjekjet tona hasën armiqsinë tuaj, pasi Flugelradët tanë i gjuajtën me armë, i ndoqën me ligësi dhe armiqësia aeroplanët tuaj. Kështu që unë të them ty, birim, se është një stuhi e madhe që po vjen në botën tuaj, një furi e zezë që nuk do të qetësohet me vite. Lufta juaj e fundit ishte vetëm një prelud e asaj që do të vijë mbi racën tuaj dhe ne e shohim me shumë qartësi këtë. Thua se e kam gabim? Jo, i përgjigjem unë. Ka ndodhur një herë më parë. Mesjeta erdhi dhe zgjati më shumë se 500 vjet. Po, birim, u përgjigj mjeshtri. Mesjeta që do të vi tani për racën tuaj do ta mbulojë tokën si re zezë, por besoj se disa prej jush do t'i mbijetojnë stuhisë. Më tepër nuk flas dot. Ne shohim nga një distancë e madhe një botë të re që ngrihet mbi rrënojat e racës suaj, duke kërkuar thesaret e humbura legjendare. Dhe ato do të jenë këtu, birim, të sigurta për të ruajtur. Kur kjo kohë të arri, ne do të vijmë përsëri t'ju ndihmojmë, që të ringjallni kulturën dhe racën tuaj. Mbasi atëherë ju do të keni mësuar kotësinë e luftës dhe përpjekjet e saj, dhe pas kësaj kohe, me siguri kultura dhe shkenca juaj do të kthehet për racën tuaj që të filloj nga e para. Ti, birim, duhet të kthehesh në botën e sipërfaqes me këtë mesazh. Me këto fjalë përmbyllse, takimi ton duket si erdhi fundi. Qëndrova për një moment si në ëndër, por e dija se ky ishte realitet dhe për disa arsye të çuditshme u përula lehtë,
ose nga respekti, ose nga dobësia, nuk e di se cila ishte. Lam të mirë bjeri im, foli mjeshti dhe më bëri një gjes paqe me dorë dhe takimi im përfundoi vërtet. Dy qenjet na morën dhe na çuan tek mjetet e tyre të transportit, ku ne hypëm dhe arritëm shumë shpejt tek aeroplani. Gjatë gjithë kësaj kohe, nën oficeri Floyd Bennett qëndronte jashtë. Hypëm në bord menjëherë me motorët ndezur. Pasi u mbyll porta e bagazheve, aeroplani u ngrit menjëherë nga një forcë e padukshme, derisa arritën në lartësi 2700 këmbë. Dy prej mjeteve të tyre fluturuese po na shoqëronin për të na orientuar gjatë rrugës kthimit. Indikatori i shpejtësisë fluturimi nuk po jepte të dhëna, por po fluturoni me shpejtësi të madhe. Në 2:15 na vjen një mesazh në radio. Tani po ju lëm, admiral. Kontrollet tuaja janë të lira. Lam të mirë. Pastaj admirali Byrd tregon me saksi udhëtimin e mbetur, derisa ul në tokë në orën 3 fiks. Dhe po ju përshkruaj tani fundin e ditarit. 11 mars 1947. Sapo kam ndjekur një takim me stafin në Pentagon. U kam raportuar plotësisht zbulimin tim dhe mesazhin e mjeshtit. Gjithçka është e regjistruar siç duhet. Presidenti është këshilluar. Mua po më mbajnë për 6 orë 39 minuta, duke më intervistuar intensivisht nga forcat e sigurisë lartë dhe një skuadër mjekësore. Ishte një përvojë e keqe. Më kanë vendosur në një kontroll të rreptë nga sigurimi kombëtar i Shteteve të Bashkuara. Mua më urdhërojnë të hesh në lidhje me gjithçka që kam mësuar, në lidhje me njerëzimin. E pabesueshme. Mua më kujtojnë se jam një ushtarak që duhet u bindet urdhrave. Këto pak vitet e fundit që kanë kaluar, që nga 1947 nuk kanë qenë të mira. Tani po shkruaj për herë të fundit në këtë ditar. Si përfundim më duhet pohoj se e kam mbajtur këtë çështje sekret, siç më kanë udhëzuar gjatë gjithë këtyre viteve. Ka qenë plotësisht kundra vlerave të mia morale. Tani e parandjes si po vjen një natë i gjatë, dhe ky sekret nuk do të vdes me mua, por si çdo e vërtet, ka për të triumfuar se s'bën. Kjo mund të jetë vetëm një shpresë për njerëzimin. E kam parë të vërtetën, e cila më ka gjallëruar shpirtin dhe më ka shliruar. Unë e kam bërë detyrën time e ka shit kompleksit industrial ushtarako monstruos. Tani, nata e gjatë duke se po afron, por nuk do të ketë fund. Ashtu si përfundon nata e gjatë arktike, agrimi brillant i së vërtetës do të vijë përsëri dhe ata që janë në errësirë do të bien në dritën e tij, sepse unë e kam para të tokë për te polit, atë qendër të së panjohurës së madhe. Admirali Richard Evelyn Byrd, Marina e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 24 dhjetor 1956. Ishi tek bota e fshet, ku e vërteta është e hidhur, por të paktën të shliron. Mirupafshim.